Mirëmbrëma. Sfinksi i Marsit, kush nga ju ka dëgjuar? Quhet ndryshe fytyra në Mars. Dëgjojeni me vëmendje, tonë se dikush nga ju nuk mendon që ne kemi qenë në orbit, por dëgjojeni këtë teori për sa i përket fytyrës në Mars. Jam i bindur që do t'ju pëlqej shumë, ndiqeni me kujdes. Atëre, Sfinksi, ose më mirë fytyra në Mars, u zbulua për herë të parë, ose u fotografua për herë të parë në vitin 1976. Dhe që nga i vit, filluan që ta fotografonin dhe herë të tjera, për të kuptuar se çfarë ishte. E përsëris edhe një herë, ndoshta dikush nga ju mendon që ne nuk kemi qenë as në hën, as në orbit, pak rëndësi ka, sepse fotografitë me risolucion të lartë janë të mundshme, sot akoma më shumë. Dhe ndër vite u bën fotografi të tjera. Dhe sipas gjasave, kjo është një fytyrë, si mund të quhet, e quajtur Sfinksi i Marsit. Pse i quajnë kështu dhe çfarë është? Atëre, në fillim mendoje që mund të ishte rreth 400 metra, 400 i bie metra, fillimisht. Por më vonë u zbulua se është 2 kilometra e gjysmë. Pra në vitin 2001, sepse u fotografuar edhe në 98-ën, pastaj në 2001 e tjerë. Dhe në vitin 2001 deri në vitin 2006 u bën llogaritjet. Sepse u llogarit që është pothuajse këto janë fotografitë e fundit të kryera në vitin 2006 nga ISS-ja. Pra, duke i dhënë një fytyrë ose një rregull komplet të kësaj fytyre në Mars. Pra, nëse shikoni, të krijuar edhe në 3D. Pra, të krijuar në një formë që të duket se çfarë forme është dhe sa e madhe është. Në të vërtetë është 2 kilometra e gjysmë për 1 kilometër e gjysmë parafërsisht. Pra, e gjë rreth 1 kilometër e 800 dhe e gjatë është 2 kilometra e 600. Pra, po thuaj 2 kilometra e gjysmë. Tani, pse po flasim për këtë? Dëgjoni pak të teori që mendohet. Sipas disa studiuesve, ka disa për shembull që ne kemi thënë edhe në disa emisione që disa njerëz kanë mundësinë që të mund të shkojnë, të shkëputen me trupin me fizikun e tyre, pra me energjinë e tyre dhe të shkojnë diku tjetër, quhet momenti astral. Dhe një zotëri rreth viteve 70 e kemi bërë në emision, u shkëput me energjinë e tij, pra me shpirtin, për të shkuar në disa vende të tjera. Dhe njëri nga këto vende ka qenë edhe Marsi. Dhe sipas tij, pra ai ishte ideatori i parë nga vitet 70, si thash, mendohet që Marsi ka qenë i jetuar dikur. Në fakt, për bri kësaj forme të fytyre në Mars, mendohet që ka edhe objekte të tjera. Pse mendohet që ka objekte të tjera? Së pari, duhet të dini që ky lloj ndërtimi është pothuajse i njëjtë edhe me ndërtimet e faraonëve në Egjiptin e lashtë. Dhe luginës i thon Sindonia aty në Mars. Dhe mendohet që gjithë ajo luginë është me ndërtesa të tjera. Jo vetëm me këtë, siç u thash me fytyrën, po edhe me piramida. Në fakt, sipas llogaritjeve që janë bërë, ka dhe piramida të tjera të krijuara në mënyrë perfekte me diagonal. Pra, me një kënd 19.5. Pse 19.5? Sepse mendohet që këndi 19.5 është ai më perfekti për rezonancën elektromagnetike të tokës, elektromagnetike jo vetëm tokës, por edhe të sistemit, pra të vibrimeve në përgjithësi. Në fakt, ne njohim shumë vonë këto, por megjithatë si ishte mundur që dikur, pra në Egjiptin e lashtë i krijuan pikërisht në mënyrë eksakte me 19.5 grad. Dhe po thosha, tani mendohet, këto janë ato ndërtesat e tjera, që mendohet sepse në çdo cep ku këto janë këndet të kësaj fytyre në Mars, pra mendohet që ka edhe një shtrirje, si mund të quhet, të disa ndërtesave, qoftë edhe piramidave, të bëra në mënyrë eksakte. Pra, në mënyrë eksakte, me distancën, me këndin, si që thash më përpara, e tjere. Dhe përpunimin që i kanë bërë disa studiues autonom, si që shihni, të bërë në 3D, janë të bindur që ajo është një ndërtesë. Tani do t'ju them se përse dhe unë e mendoj një gjë të tillë që mund të jetë një ndërtesë. Si që thash në fillim që do habiteni.
Atëre, pikë së pari, e dini se çfarë ndodh në qoftë se kalojnë, për shembull, 10.000 vite, çfarë ndodh në planetin Tokë? E dini, pra çdo shtëpi që ne shikojmë, shkatërrohet. Gjëja e parë, pra bëhet thërmohet, bien, rrëzohen që të gjitha. Shtëpit tash pas 10.000 viteve. Merreni me mend pas 100.000 viteve se çfarë mund të ndodhë shtëpive. Po flas për shtëpi tani, ato që kemi ndërtuar ne. Dhe merreni me mend për 1 milion vjet. Çfarë mund t'i ndodh planetit? Pra thërmohet, bëhet plurë çdo gjë, sepse koha e zvendëson me plurë, sepse ka kataklizma, ka shira, ka çdo gjë. Dhe të gjitha këto së bashku ndikojnë thellë në ndërtesa. Dhe ne nuk mund të gjejmë dot fakte, të vetmet fakte nëse ka diçka që i reziston kohrave, si për shembull piramidat. Piramidat në gjithë botën. Ne po shikojmë që dalin piramida për ata që nuk janë të informuar, po shfaqen piramida pothuajse çdo muaj. Shfaqen piramida, pra nga hiçi i pastrojnë dhe fillojnë që të dalin piramida të tjera. Nuk janë fantazi këto. Dhe këto piramida gjenden këtu dhe janë krijuar dikur kur nuk ka qenë kjo epokë, por ka qenë një epokë tjetër. Dhe mendohet që mund të ketë qenë një epokë shumë më e vjetër se sa sot, do flasim për një moment tjetër për këtë, por nuk i përket kësaj epoke të njerëzimit. Në fakt, njeriu i ka gjetur aty, ashtu si thoshin edhe në piramidat e Keopsit, që ne i gjetëm këtu, thoshin në ato vende, pra në Egjipt. Nuk është se i bëm ne. Megjithatë, nuk dua që të ndalem këtu, por dua që ndalem tek fytyra ose sfinksi i Marsit. Atëherë, pika tjetër që është akoma më e rëndësishme është që janë matur le themi ato ora biologjike e njerëzve. Pra në përgjithësi është bërë një test para disa viteve dhe është matur ora biologjike. Dhe është vënë re që ora biologjike e njeriut me ngjyrë është normale, kurse ajo e njeriut le themi të bardh ka një luhatje prej 20-25 minuta më shumë. Pse kjo? Sepse mendohet që njeriu i bardh erdhi nga planeti Mars dhe ai gjeti njerëz të tjerë këtu në tokë, për këto ne kemi edhe shkrimet në të pllakave të Smeralda. Nëse për ata që nuk i kanë lexuar, në pllakat e Smeraldit thoshte që kur unë zbrita në tokë takova njerëzit dhe njerëzit nuk e dinin se sa forcë kisha unë. Dhe tregon mënyrën se si, pra kush ishin njerëzit sipas tij. Ishin pikërisht pra njerëzit me ngjyrë. Pra kështu mendohet, megjithatë është një fantazi ose një ide e disa njerëzve. Por ka një diçka, si është e mundur që ora biologjike e njeriut, pra i njeriut të bardh, të ndryshojë nga ajo ora biologjike e njeriut me ngjyrë. Pse duhet të ndryshojë? Sepse unë këtu duhet të ndalem. Pra jo vetëm ajo që thash më përpara që mund të ketë patur ndërtime në Mars, por dhe ato ndërtime kanë mbetur aty sepse janë ndërtime le të themi që i rezistojnë kohrave, por nga ana tjetër është edhe fakti që shumë njerëz, pra njerëzit e bardh, kanë një orë biologjike ndryshe nga njerëzit me ngjyrë. Dhe pikërisht për këtë ka edhe një teori ku mendohet që njeriu me ngjyrë ka ardhur pikërisht nga planeti Mars dhe ka zbritur në këtë planet pikërisht pra në kohën kur flitej rreth 36.000 vite më parë. Në fakt, në piramidat e Bosnjës në Visoko, miku ynë Samir Osmanagić, ai e ka vërtetuar në mënyrë shkencore që piramidat janë ndërtuar 30.000 vite më parë, sepse objektet që ka gjetur aty, pra përpunimi i tyre, hekurin që ka gjetur, atë hekurin që kanë mbështetur për të lidhur gurët, nuk e dini apo jo, po është shkrir hekuri aty, pra mendohet që nga testet që ka bërë, mendohet që e ka bërë në 3 laborator, me sa e di unë, që ato piramida janë ndërtuar, pra në Visoko, janë ndërtuar 30.000 vite më parë. Dhe ai për këtë ka bërë edhe libra dhe thot unë kam folur njerë, thot nuk flas më, nuk ka bërë më intervistë që atë, dhe e ka lënë të shkruar se thot unë e kam shkruar dhe jam i bindur për këtë sepse kemi bërë teste. Pra, atëherë në vitet 30.000 vite më parë, kush i ndërtoi
këto piramida. Pra kjo është një fakt tjetër. Kush i ndërtoi? Pra tregohet që i ndërtoi një civilizim që erdhi nga një botë tjetër. Dhe kush ishte kjo botë tjetër? Vendi më i afërt pra ishte planeti Mars. Është planeti Mars. Në fakt, po t'i vini re, jo vetëm Sfinksi i Marsit, por ka edhe disa objekte që shumë njerëz po thuaj është mbushur rrjeti me këto objekte, ku mendohet që ka objekte të tjera që i afrojnë shumë gjërave të përpunuara, pra një ndërtese të përpunuar. Dhe ndonse dikujt mund t'i duken fantazi këto, nuk është le të themi budallëk të mendosh që pse jo, një ditë mund të kenë jetuar vërtet njerëzit në Mars dhe kanë ardhur sepse u shkatëruar për motive nuk e di çfarë, ndoshta edhe për shkatërim të vetvetes, pra nga teknologjia që ata përdornin, sepse aty ka patur shpërtime edhe ndoshta të atomike, por sidoqoftë në të gjitha, sepse kjo është pika e fundit që do t'i them tani, në të gjitha kulturat, tregohet që njeriu erdhi nga Marsi ose nga hëna, pra nga një planet tjetër. Qoftë në ato në vendet afrikane thonë që erdhi nga hëna, kurse në trojet shqiptare thuhet që kemi ardhur nga dielli. Nuk e di e dini apo jo, por tregohet që njeriu i parë, pra i liri, erdhi nga dielli. Kurse në vendet e tjera ka vende tjera që thonë që njeriu erdhi nga planeti Mars. Pra, si është e mundur që të flitet për një gjë të tillë, pra edhe në kulturat e vjetra, që njeriu erdhi nga planeti Mars. Si është e mundur? Dhe doja t'ju pyesja juve, çfarë mendimi keni ju nëse me të vërtet këto struktura ose këto ndërtesa gjenden aty dhe janë të ndërtuara nga dora. Pra, tani dora e njeriut apo dorë jashtëtoksore pak rëndësi ka, por çfarë mendimi keni ju nëse me të vërtet mundet që një herë një kohë të kenë jetuar aty në planetin Mars? Ju çfarë do të mendonit? Sepse kjo më bën të kuptoj që pasi kanë shkatëruar planetin Mars, erdhën në tokë. E modifikuan tokën, planetin tokë, dhe filluan që t'jetonin këtu, pastaj u harrua me kalimin e kohës, sepse duke filluar nga zeroja, padyshim çdo gjë rishpërbëhet, më falni, dhe është e vështirë pastaj sepse kalojnë mijëra vite, si do ta mbledhësh ti historinë, ku do ta gjesh? Dhe tjetra, në piramidat e ndara në mbar botën, të shpërndara, ka fakte, edhe ato të Meksikës tregohet, si shton, që erdhën nga një planet tjetër. Pra në të gjitha vendet flitet për të njëjtën gjë, që ne erdhëm nga një planet tjetër, pra njeriu këtu në tokë. Dhe ndaj doja që t'ju flisja për këtë, sepse s'kemi folur asnjëherë për Sfinksin, nuk e kemi përmendur, por doja që ta bëja në mënyrë direkte, në vend që ta bërim si një emision, sepse do të dëshiroj një komentin tuaj se çfarë mendimi keni ju. Dhe ndoshta është e fundit kjo është pika e fundit e 5-a e 6-a, dhe ndoshta erdhi momenti pa e kuptuar që Elon Musk edhe të gjithë këta që po mendojnë për të pushtuar Marsin, pikërisht pra po rikthehemi edhe një herë në Mars, sepse resursat dhe çdo gjë po shkatërrohet në tokë dhe ne jemi të detyruar që të shkojmë në Mars. Kjo nuk ka zgjidhje tjetër, do ta shihni këtë me kalimin e kohës, ne ndoshta nuk do ta arrijmë, por të tjerë po. Ni për ata ndoshta, dhe do të detyrohen që të shkojnë në Mars. Dhe pastaj, pas mijëra viteve, do rikthehen edhe një herë në tokë, sepse do lulëzoj edhe një herë nga e parë. Pra, unë mendoj që mund të jetë një cikël i tillë. Megjithatë, do të dëshiroj një komentin tuaj se çfarë mendimi keni ju. Pres komentet tuaja. Çfarë mendimi keni për strukturat ose ndërtesat në Mars, dhe nëse kjo këtu e bërë në 3D, dhe e formuar në mënyrë kaq perfekte, sepse është e mundshme tani, nëse mendoni që është një ndërtesë ose jo, dhe nëse me të vërtet mund të ketë patur jetë në Mars ose jo. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.